بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Allahun azza wa jalla lavdërojmë, atë falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje të Allahu azza wa jalla nga të këqijat e shpirtave dhe veprave tona. Atë të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e Tij nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilën e lën në humbje me drejtsinë e Tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, I cili është një dhe nuk ka shok. Edhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguari I Tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut azza wa jalla qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Edhe sonte me lejen e Allahut azza wa jalla do të vazhdojmë me ligjëratën e radhës, e cila ka të bëjë me lidhjen e dispozitat e martesës dhe jetës bashkëshortore. Jemi ndalë, domethënë, në ligjëratën e kaluar me treguar më konkretisht ato raportet që duhet me mbizotru dhe atmosfera që duhet me qenë në familje edhe çfarë obligime ka burri dhe gruas, edhe ato I kemi kryer dhe kemi filluar me treguar se çfarë obligime ka gruaja ndaj burrit. Kemi marrë një mori, domethënë pikash, edhe kemi sqaruar në ligjëratën e kaluar, ndoshta edhe me disa pika sot po përfundojmë atë që kemi filluar. Pika e parë që do të marrëmi, që realisht është mirë që me pas konsiderat gruaja në raport me burrin e saj, që me pas një jetë bashkëtorë të shëndosh dhe raport domethënë të rregullt, është se me zgjedh fjalët me të cilat ju drejtohet burrit. Realisht fjala është shumë më rëndësi, jo vetëm jetën bashkëtorë, po në çdo gjë. Allahu azza në ka udhëruar duke na thënë qulu lin-nasi husna, dhe thuani njerëzve fjalë të mirë, se fjala e mirë bën punë, çush ka në hadith vërtet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, domethënë si magjia, mirë për unë o Zot, edhe fjala e keqe vret si arma. Por atë njeriu është mirë me zgjedh fjalët çka po fol dhe si pi artikulon, nga se kanë ardhur prej selefit kur kanë treguar se çush I kanë fol, çush I kanë zgjedh fjalët, tregon Dhahabiu, domethënë në librin e tij Sir, se selefit thotë I zgjedhnin fjalët ashtu si I zgjedhnin rrobat. A ke po njëri kur do me dalë për shtëpisë, domethënë çush I zgjedh teshat e veta, rrobat e veta që del me to, edhe me kont pastërta, edhe me kont peglata, edhe më përshtat në ngjyra, edhe më përshtat me kohën e kështu me radhë, faktikisht që më dokaç sa ka mundësi më bukur. E thëtë selefi I zgjedhnin fjalët ashtu siç I zgjedhnin rrobat. Jo çdo fjalë që të vjen gojë duhet me e qitë. Por realisht njeriu duhet me pas konsiderat se gjuhën gjithmonë me pas lidhje me kokën edhe me e shqyrtu, me këshyrë që ka po vret ai fjalë, nga se çush ka thonë dietarët, fjalën para se me e qitë ti e zotron. Ama kur të qetë fjalën pe goje, fjala jote të zotron ty, që realisht përmes kësaj fjale njerëz të gjykojnë tyje edhe vlerësojnë. Pra duhet me pas kujdes përgjithsisht njeriu. Edhe jo vetëm thash me bashkëshortën ose bashkëshortën me burrin, po edhe me të vjetrën, edhe me prindin, është turp me I thonë, domethënë djali babës nëmën, me e thirr nëmën, ose me e thirr nonën nëmën, ose vajza me e thirr babën ose nonën nëmën. Është marrë e madhe. Pe di që nuk është haram, as jam duke thonë që është haram, vetëm po thojmë që nuk është edukat,
nuk është mirësjellje. Vetëm shikoni çysh e ka cekur Allahu Azza wa Jall çështën e Ibrahimit edhe babës tina, dialogun që e ka pas Kur'an. Çdo herë sa ju ka drejtuar ja ebeti, o baba jem, o baba jam, o baba jam. Faktikisht që kjo duhet me qenë, në konsiderat, kur e drejtohet njeriu prindit, e kur drejtohet më të vjetrit, edhe në qoftë se është vëlla apo motër më e vjetër. Mirë po tash temën tonë kemë me fol jetën bashkëtorë. Qysh më drejtu gruaja burrit? A më drejtu me emën? A më drejtu runa Zot me një ofiq e me një lakab që ki për qëllim me nënçmu e për buzë, siç është bë thuja tradit fatkeqësisht këtë kohën e fundit, në shoqëritë tona, realisht se ndoshta me epitetet më të këqija e thirr gruaja burrin, edhe faktikisht nuk e ka dertin hiç që e ka burr, e që e kemi cekur hakun e burrit në gjëratën e kaluar, kur ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur të kasha urdhëruar ndonjë njeri me i bë sejdë ndonjë njeriu, e kisha urdhëruar gruan me i bë sejdë burrit. Edhe kemi cekur në gjëratën e kaluar kur kemi folur se çfarë vlere ka respekt ndaj prindërve. Edhe respekt ndaj prindërve vjen më herë mas hakut të Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po kjo është kur vajza është e pamartuar, se kur të martohet, respekti dhe bindja ndaj burrit është më përpara se edhe respekti ndaj prindërve për shkak të hakut të madh që e ka burri. Për atë po them, përderisa ka këtë hak të madh, duhet me zgjedh dhe fjalë kur drejtohesh, me drejtohu me fjalë të mira, me fjalë të buta, me emër të mirë, e jo kurse se runa Zot të nënçmues e denigrus. Po i marr vetëm dy shembuj. Një është hadithin që transmeton Ummu Darda, ka qenë gru sahabesh në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot, e kam dëgjuar apo më ka informuar zotriu im se ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se ai i cili bën dua për vllaun e tij musliman, i cili nuk është prezent aty, një melaçe e cila është autorizuar me qenë aty, i thot amin, edhe të njëjtën lutje që ti ja bone për vllaun tën, Allahu ta realizoj ty. Ky hadith ndoshta besoj e keni dëgjuar. Se çfarë vlere ka, vllazëria islame, edhe njeriu me bë dua për tjetrin, sidomos kur nuk është prezent, nga sa realisht kur ti bën dua për një vëlla që nuk është prezent, edhe nuk e din se vetë ti dhe Zoti edhe to melaçe që janë pranë teje, tregon se më të vërtet edhe me hakikat jetu e desh atë vëlla, edhe e kit sinqert atë dua. E për atë më një herë të vjen përgjigja prej melaçes që prezente, do të thonë amin, të pranov duaja, e Allahu të realizoft njëjtën dua, njëjtën lutje që po ja bën për vllaun tën, Allahu të realizoft ty. Ama s'po dojnë me argumentu me këtë hadith. Po dojnë me argumentu vetëm me këtë fjalën e Ummu Dardas. Po thëtë me ka informuar zotriu im se e ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. A pe dini kënë e ka fjalën zotriu im? E ka fjalën për burrin e vet, Ebu Darda, që dhe ka qenë për sahabive të shuar dhe kemi folë për biografinë e tina në mënëgjëratat tona. Thjesht kjo pi drejtohet burrit vet, zotriu im më ka informuar se ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nga se kështu të jenë kanë të edukuara gratë, kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se kështu duhet mi respektu burrat e vet. E jo do më thonë faktikisht me nënçmu e me përbuz e mos me dëgjua kështu më radh. Tregon gruaja e Said bin Musayyibit, thot, nuk ju kena fol burrave ton në kohën ton, vetëm se ashtu siç ju fletni ju umerave të juaj, dhe më thonë udhëhecav të juaj, atër ka pas mbretër, ose ka pas dhe më thonë vali, dhe më thonë se të kanë qenë më këmbës të mbretit, e thotë ne ju kemi drejtuar burrav ton me atë respekt dhe mirësjellje si ju zakonisht i drejtoni njerëzve që kanë autoritet dhe kanë pushtet. E ke po njeri kur shkon te kryetari i komunës ose domon kryeministri të kryetari i shtetit, që i zgjedh fjalët më të mira që ka mundësie, domethënë me i rënë mend
me respektu autoritetin e tina. E thot, ne burrav ton ju flisnim ashtu se që ju fletni ju njerëzve të cilët kanë pushtet dhe autoritet në domethënë shoqëritë e juaja. Kjo është domethënë çështja që do të më pas tash konsiderat duke ashtuar aty në pikave domethënë që kemi folur edhe në legjëratën e kaluar. Pikë tjetër që do të diskutojmë sonte është çështja se gruaja ka obligim me i bë hizmet burrit vet. Edhe ndoshta ku pas kohë po dëgjoni edhe fjalë, valla kom një filan hoxhën po thotë se gruaja se kish obligim hiç me i bë hizmet as burrit, se lemo domethënë vjerrive. Realisht, domethënë s'po them që se ka thonë kërkush prej dietarëve, se ka plot dietarë që kanë thonë këtë mendim. Ka domethënë disa maliki, shumë prej mëdhëbit Shafi, shumë prej mëdhëbit Hambeli e kanë thonë që të fjalë që gruaja se ka obligim me i bë hizmet burrit. Mirë po, mendimi i dytë, i cili është i shumicës së dietarëve të Hanefive, edhe dietarët Malikive, disa dietarëve të Hambelive, Shafiive, thonë se gruaja ka obligim me i bë hizmet burrit. Edhe pse dyjat e kanë mendim se sunet është, e preferuar është, shpërblehet gruaja nëse i bën hizmet burrit. Edhe thjesht nxitet domethënë inkurajohet gruaja me i bë hizmet burrit. Mirë po dilema është, a është farz me i bë domethënë burrit hizmet apo nuk është farz? E thash janë dy mendime, mendimi i disa dietarëve që thonë domethënë se nuk është, edhe mendimi i dytë që thonë që është, që ky mendim është më i saktë, edhe do të ndalen me i tregu edhe argumentet e atyre edhe këtyre edhe me pasë ku qëndron meselja. Ata të mendimit të parë që thonë se gruaja se ka obligim me i bë hizmet burrit, argumenti kryesor është se thonë akti i martesës ka të bëjë më tepër vetëm me domethënë marrëdhëniet intime mes bashortit, burrit dhe gruas, nga se kjo është akti i kurrizimit. Këto tjerat domethënë janë plotësuese, janë sunete mirë, po akti i kurrizimit këtë e nënkupton që njëri me tjetrin mja plotësu nevojat domethënë intime. Kjo është domethënë baza kryesore dhe argumenti kryesor i atyre që thonë nuk është farz. Ndërsa këta që thonë që është farz, i kanë disa argumente. Argumenti i parë është, thotë se hadithi i Fatimës edhe hadithi i Esmas, vajzës të Abu Bekrit. Cilat janë këto dy hadithe? Fatimi është e martuar me Aliun, ka qenë e martuar me Aliun dhe i ka pas dy fëmijë Hasan dhe Huseinin. Edhe thjesht në fillim të Islamit natyrisht kanë qenë edhe të ri dhe kanë qenë në varfëri. Edhe thjesht gruaja ka punu, edhe thjesht kanë punuar, që në matë vjetër e moni men, dhe më thonë kur kanë blu diçka, me ata gurt që i kanë sjell me blu, për shembull ose kafen, ose domethënë biberin, ose diçka, tash nuk që kanë blue. Domethënë janë kanë dy gur, njëri me tjetrin, edhe njëri gurën ka sill, edhe e ka bluat që është mes dy gurëve. Edhe thjesht kjo ka punë shtëpisë për nevojat familjes. Mirë po nuk është punë e lehtë me e bë atë punë. Edhe thjesht kjo ka qenë gruaja pejgamberit, vajza e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thjesht domethënë gru më autoritative nuk ka mundësi me u mendua në Islam, domethënë mas kohën kur ka jetuar ajo. Po ka domethënë Hatixha, se në mirë po nëna e Fatimës, mirë po në kohën e saj domethënë ka qenë gru e domethënë vajzë e pejgamberit, edhe ka qenë vajza më me autoritet në kohën e saj. Po punon në punë shtëpisë me babukën e shtëpisë, edhe pyqohen durt, edhe po lodhet, edhe kishte dëgjuar se mas një lufte pas kanë ardhur dëshërtor, do rob që i pas kanë zonë të luftës, gjinisë mashkullore apo femrore. Edhe shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam baba i vet. Thot ja Rasulullah, a ka mundësi thot një robnesh
pe këtyne që kanë ardhur pas saj lufte, më kanë caktuar dhe mua që më ndihmo punë të shtëpisë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot: "Oj Fatime", ai shkon në shtëpi mas andaj edhe Aliut: "Oj Fatime, Ali, a bëdëni më mësua një dua që është më e mirë, qofse e thoni se çat shërtorin që të më lyp." Thot: "Mos shkoni me ro me flajt. Kur pa e thon 33 herë subhanallah, 33 herë elhamdulillah, edhe 34 herë Allahu akbar." Më në këtë hadith. Dhe me thonë është sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që njeri kur shkon me flajt, prej duave të gjumit, para se me flajt është me thonë 33 herë subhanallah, 33 herë elhamdulillah, 34 herë Allahu akbar, nga se është më e mirë se me të dhonë që shërtoren që ja kanë lyp, dhe me thonë Fatimja dhe Aliju në atë kohë. Edhe thot Aliju më sëndej, kur nuk e kom lonë që do me thonë para se me fjetë, pej që e kom dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë Aliut: "As atë ditën e luftës më të ashpër që ke përjetuar në jetën tonë, që quhet lufta e Sifinit, on mes ti dhe Muaviz, thot as atë natë nuk e kom thonë këtë dua." Mirë po, ajo që puna interesant për kësaj rasti dhe për këtij rasti është me tregu këtë. Qofse kishte me qenë që nuk e ka obligim me i bëj hizmet Fatimja, burrit vet Aliut, me thonë: "Hej, ti je çika e pejgamberit, ti je çik me autoritet, e familjes me autoritet. Se ki obligim leket punë, i që qafe apëtën e sen e kësoj punë." Ama absolutisht nuk i ka thonë kur që se ki obligim, dhe më një farëfor me je ka miratu atë që je të e ba. Që faktikisht vazhdo me i ba hizmet burit tënë, se kjo kërkuat për i grusë, se për ndryshe, ajo për e në kohët, me dur qame, i ka o shërtori dhe s'pjep, shërtor për i thëtë bëni sabe e thëni këtë doa, qikës vetë, mësë me konë farz. A kisha përvu një qështë të tilë për jamberi sallallahu alaihi wasallam? Hadithi tjetër, hadithi Esma bint Abi Bekrit. Esmaja e këna dëgjua, e këna të reguar me Sadijun e para një javë dhe dite kemi të reguar se ka qenë gru shumë e zoja, edhe sa ka qenë e re, dhe më thonë kur dhe më thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë konë Mekë, e që derën e hapur e ka pas gjithmonë me përkra Abu Bekri, edhe atë ditë kur kanë marrë rrugë me bo hijret pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abu Bekrin, faktikisht Esmaja ka qenë më e madhe se Aisha, se këtu dy janë motra, faktikisht ka qenë e inkuadruar në shërbimin që më qiu ushqim, dhe më thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shpellë, dhe më thonë e masaneja i bariu me ardhë që me fshit gjurmët e sajna, faktikisht ka qenë edhe sa ka unë e re, mirë po dhe sa ka unë e martume, ka qenë gru shumë e zoja, me punu punë shpis, thot veç një sen se këm ditë, veç bukën me bo si bukë, që jetojmë na, me gatu bukën së këm ditë. E kam vete qa ke bo, ka thonë këjshiket, më kanë gatua, më kanë pru bukën një farforme, më kanë zëvendësu këtë punë. Ama gjdo punë tjetër e ka punue. Se këthot kër ju madhëtu me Zubair ibn Awamin, thot s'ka pas asgjë që i thëjmë na paradere, vetëm se një deve dhe i kali. Edhe me që ta thjeshtin e bajdare, edhe me që ta këna pagut, e këna punu tokën, edhe të regon se e këna pas një tokë që në ka do pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pak më larg për shtëpiave tona në Medinë, edhe një ditë këm shku me mbledh, dhe më thonë që ka pas furë me kështu me radhe, i kësha pas ngarkume mi kokë time. Edhe i duke u këthy në Medinë, po më shep pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me dërshok. Edhe po më thot, oj Esma, hyp në deve edhe shko dhe i të shtëpia. Mirë po thot, pasi që e disha se qëfar gjelozi është Zubair ibn Awami, që s'kish pas qef me pa të hyp deve mu, e aty për rreth me pas burra tjerë, thash ja Rasulullah nuk po hypje. A i ka të regu masane pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe dëmonë në burët vetë Zubairit, se që i ka ndodhë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, a i ka thonë, oj, Esma, ma qef kësha pas me hyp në deve, se me të pa që ta burra që po manë mi kryje, dhe më thonë, ato, dhe më thonë, fruta, edhe ato hurme. Mirë po, ajo që po dojnë me argumentu për kësaj në vëllezër të nderuar është se ajo po bën punë, edhe punë trona që tash të na veç burrat i bojnë, me dalë në fusha, nara, me ndihmu burrit, faktikisht, dhe më thonë të na kje punë ka dek, mote,
Edhe atë punë të shtëpisë, domethënë bukën edhe rrobat kontestohet. E kjo për i banë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e pejgamberi se peshe me sy. Edhe s'pi thot, hej, letë këtë punë, se kjo në këki farz këtë punë të minimu vërë këtë sene, shërbimi e sene. Mirë, po faktikisht, për emiratën i gjatë tilë, edhe për thot, që faktikisht, a bëden me ndihmu mërë një deve dhe shka, dhe i të shpija për të në sene dhe letë se ja, dhe më thonë vetët e kësaj punë, këtë punë për të në. Kjo është argumenti i parë. Argumenti i dytë, është fjala e Allahut azza wa jall wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf. Dhe ato kanë të drejta ashtu siç kanë obligime në bazë të asaj që është e njohur, domethënë në vendin ku jetojnë. Thjesht një sen që është e mirë, e lëvdueshme, që domethënë mos sjell burrin ndaj gruas ose gruaja ndaj burrit, që ta e kanë obligim njëri tjetrit. E sidomos kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E thjesht kjo mirësia, kjo raporti që është njoft historikisht, pe që ka ardhur Islami, e që ka miratu Islami që thjesht ka të drejtë ashtu që ka obligime me këtë që është e njoft në shoqëri. Që ka një kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në çdo vend dhe çdo kohë ditën e sotët, përveç ku kanë pas devijime, realisht dihet se domethënë gruaja i bën hizmet domethënë burrit. Mirë, po edhe kur kthehem nga jeta vetë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sa nuk e ka pas një gruaj, ka pas më tepër se një gruaj. Edhe dim çysh e ka pas raportet se s'ka njeri në botë që ju ka përcjell jeta tina në detaje më shumë se jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E tregohet se pejgamberi sa më ka kërkuar shërbime për Ajshës, ka kërkuar shërbime për grave të tina, edhe kërkuar si ka thonë se, hey, më falë se pas kam obligim, se ki obligim të këtë sene dhe s'pëta kërkaj. Mirë, po thjesht ka vazhduar ma që është e një orë që gruja dhe më thonë me i bo hizmet burrit. Shekh Albani e ka një argument tjetër, kjo është argumenti 4, duke e trajtuar këtë çështjen aty në argumentin aty që thonë se është farz me i bo hizmet gruja burrit, që kanë thonë se thjesht akti i martesës është me i plotësu njëri tjetrit dhe më thonë në çështjen e marrëdhënieve intime. Ka thonë, po nëse ka faktikisht kjo gruaja obligim vetëm këtë aspekt me përmbush burrin, vetëm nga aspektin e marrëdhënieve intime, po të njëjtën obligim edhe ka burri ndaj gruas, se ka realisht ata kjo është çështje reciproke, kjo është domethënë interes i përbashkët, ashtu siç kënaqet burri, kënaqet edhe gruaja. Mirë, po thot burri përveç që e ka këtë obligim, që me flejt me gruan, e ka obligim edhe me dhon, që thjesht mjarë ofrua edhe strehimin, edhe veshmbathin, edhe ushqimin. E atër gruaja çfarë obligimi ka karshi i burrit, nëse burri pas ka 2 obligime, ajo vetë çat obligim? Thot jo, nuk e ka vetëm këtë obligim. Jo vetëm me përmbush në aspektin e marrëdhënieve intime, mirë po se kjo është reciproke, mirë po ashtu siç ka obligim burri ekstra që me merr edhe me përmbush çështjet materiale, gruaja ka obligimin tjetër që me i bë hizmet burrit. Edhe argumenti i fundit, ajo që thot Sheikhul Islami Ibn Taymija, edhe ai kur i cek këto dy domethënë mendime, thot mendimi më i saktë se gruaja ka obligim me bë hizmet burrit, edhe i cek thot se Allahu në Kur'an burrin e ka quajtur zotëri të gruas, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka quajtur shërbëtore të burrit gruan. Pra faktikisht burrin e ka quajtur zotëri të gruas, ndërsa në sunet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka emërtuar shërbyese të burrit, që me aluduat të dyjat se faktikisht gruaja ka obligim domethënë me i bë hizmet burrit. Edhe e ka një rast të mirë, në me shembull tjetër Ibn Taymija cek thot se pa e ke pa thot në rrugë me shku 2 udhëtar me kon. Qofse njëri tjetrit nuk i ndihmojnë. Po çfarë mirësie kanë ata 2 udhëtar? Qysh e kanë që mirë, që sa thjesht veç se cilë e këshirë punë të veta, edhe që jetoj mes një gut oj një tjetër si afran. Qofse domthon 2 udhëtar e marrin një rrugë që ka mundësi me kone përkohshme, është për mirësjelljes me i bë hizmet njëri tjetrit. A mendoni domethënë që është e drejtë që faktikisht me kriju njeriu familje, një rrugë që faktikisht në parim lidhet derisa të zot i jap Zoti ymër, që me kalu edhe me thonë se s'kanë obligim në një tjetrit, ndaj tjetrit, kjo gruaja se ka obligim me i bë hizmet burrit, e kështu me radhë. Faktikisht, ndoshta po bëhet e qartë
domethënë se cili është mendimi më i saktë, edhe pse thash është edhe i mendimi tjetër, mirë po realisht në kohën tonë. Domethënë e kam pa dëgjuar një herë një prej dietarëve tonë, një prej hoxhallarëve tonë është në Sheikh Abdul Muhsin al-Arbad. Folke ka herë në disa sene që realisht janë të vërteta, po kur thuhen në kohë edhe në vend gabuar, bojnë dëm, thotë është obligim me mshef. Ka herë disa janë të vërteta që realisht, domethënë edhe në qoftë se ka mendim, pse thash mendimi, domethënë nuk është ai i qelluari. Mirë po ekziston si mendim, nuk është çdo sen që e din njeriu me fol, sidomos kur e din që prodhon kundër efekt. E thash sidomos kohën tonë që faktikisht ka kryenetësi, domethënë prej grave, ka kryenetësi, ka feminizëm të tepruar, sa që faktikisht tentohet që mi dhon gruas autoriteti i burrit në shtëpi, e që realisht nuk i ndihmon, domethënë me kësi mendime të gabuara me shpërnda dhe me thonë se valla pas ka dhe një mendim tjetër. Kjo është çështja e dytë, çështja e tretë është në lidhje me ata të cilët realisht i kanë më tepër se një grad dhe pse kjo nuk na rrok neve, mirë po peceku përderisa faktikisht e kanë cekur dietarët se realisht ai person i cili është i martuar më tepër se një gru. Për çfarë arsye që mund me pas, a për fëmijë, a për kënaqësi, a për domethënë arsye të ndryshme, e që nuk është marrë kjo punë se faktikisht marrë është njeriu me bazë zina. Fatkeqësia është se domethënë këta cilët po na vinë të turprueshëm edhe flasin domethënë edhe i vjen marrë me fol këtë temë, nuk janë që janë burra të mirë shumë edhe s'janë të bë kur gjë këto nësene. Se ne jemi të jetuar në këtë kohë, me kanë konë që ashtu qysh po paraqiten bashkë të ndershëm, nuk kishim pas nevojë me pas gjithë këto lokale, domethënë të turpit edhe imoralitetit që na observuan çdo skut të Mitrovicës ose të Kosovës. Kështu që mos të vjen pak çështja pak si gajbet nëse ja flasim këtë temën e më tepër si një gruse, faktikisht vetëm ata që Allah i ka ruajtur se realisht pak janë ata që domethënë po mjaftohen me një grua këto në sene. Mirë po nëse njeriu don që nevojët tina me përmbush në mënyrë halal. Në halal i ka kushtet e veta, ashtu siç i ka çdo sen tjera të kushtet e veta, që faktikisht me moj drejtësi. E drejtësia nuk është detyrimisht me kon barabart, se nuk mundesh me thonë drejtësi nëse ke një fëmijë i cili ka mundësi me hungër pak, e një fëmijë han shumë, edhe mi dhon dyve bukë një herë se thua drejtësia është barazi. Po nuk është barazi se kjo han pak e kjo han më shumë, këtina i mjafton pak e këtina se mjafton që ajo pak që ka mundësi me hungër ky tjetri. Faktikisht në shariatin ton jo çdo herë barabartësia është drejtësi. Drejtësia në shariatin ton është më dhon çdo kujt hakun. Qofse një njeri ka dy gra, njëna gru ka më tepër fëmijë, njëna ndoshta është marturishtase, nuk mundesh me thonë shpenzimet për dyat me kon njësoj, nga se faktikisht kjo ka fëmijë, kjo s'ka fëmijë, kjo ndoshta i ka 3 fish ose ka 3 fish, domethënë shpenzimet më të mëdha se ka edhe fëmijë, domethënë duhet rroba, duhet ushqim kështu me radh, ajo ka vetëm në shpirt edhe trupin e vet. Po thjesht nuk mundesh me thonë që çështja është vetëm barabartësi dhe barazi, nga se jo çdo barazia është drejtësi. Mirë po më parim, në fenë tonë, të çështja e cili ka dy gra, e kem cekur një herë tjetër, se duhet me pas kujdes se me mojt drejtësi, nga se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai cili ka dy gra, apo më tepër, edhe nuk mund drejtësi pa nën të njëra nga tjetra, thot ku me ardh nesër në ditën e gjykimit e një pjesë e trupit ku me kon e devijume. A keni pa Allah i nderoft kur kanë njerëzit problem ndoshta me shkujen, me përmajjen, ose kanë sulm, domethënë të zemrës, se ne qysh faktikisht i paralizohet një pjesë, edhe thjesht i deformohet edhe sheh prej slatit që ky njeri domethënë ka pas një sulm. Ashtu të Zoti, ditën e gjykimit, këta njerëz që kanë më tepër se një gram, mirë po nuk mund drejtësi me syre, kom i ba që faktikisht mu diktua shiqare 5 lartë se këta janë mëkatarë të cilët kanë bë pa drejtësi domethënë të gratë. Kjo nuk nënkupton edhe kem cekur më herët se realisht njeriu duhet me majt drejtësi në ato që s'ki mundësi me majt drejtësi.
Në dashuri njeriu s'ka mundësi me marrë drejtësi, nga se edhe fëmijë dhe vetëm i pas, këherë ka mundësi e dënë fëmijë më tepër se një fëmijë tjetër. Selema do të thonë çështën e grave. Mirë po, në atë që ka mundësi më shfaq, si në veshbathje, në ushqim, në strehim, duhet me marrë drejtësi. Bile edhe në çështën e marrëdhënieve intime, thojnë dietarët, nuk e ka, do të thonë, obligim me marrë drejtësi, nga se edhe kjo çështje nuk është në dorë të njeriu, edhe pse mundësisht njeriu atë sa ka mundësi duhet me marrë edhe këtë drejtësi. Drejtësia që kërkohet, do të thonë, sidomos te çështja e fjetjes që m'ja u do grave në saj, sidomos natën, do të thonë, ajo që ne ka rënë me shkute ajo, edhe nuk duhet, do të thonë, me ndrua, do të thonë, çështjet vetëm se nëse ajo gruaja refuzon, do të thonë, atë natë, atëherë faktikisht ka mundësi del për rënë se për ndryshe ajo ditë që është apo natë haki sajna, ajo është haki sajna dhe nuk ka mundësi me të i kalu hakun e sajna, vetëm se me pas ndonjë arsye të madhe, ndonjë smundje, në një obligim që realisht detyrohet me shku të tjetra për arsye të jashtëzakonshme. Çështja e vendeve kanë ciklë detaje të shumta, domethënë që ai cili martohet me një grua, me dy më tepër se një grua, ai ka mundet me marrë në shtëpi, e ndoma dame, ama mirë me pas më tepër se në shtëpi, realisht sa më larg, aq më mirë se aq më afër, domethënë mundësia me pas, domethënë konflikt është më e madhe, sidomos kur janë në një kulm, e kështu që është mirë njeriu nëse ka mundësi me i ndo, mirë po thash PC ko këtë, nga se shumica jonë, domethënë këtë çështje as nuk guxojnë me e mendu, ndoshta me kaq përfundojna e do të kalojmë domethënë në çështje tjera të flasim pikërisht prapë për martesën, mirë po ndoshta të dalemi të shkërërzimi apo disa detaje tjera. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad.